Trotuare dhe rrugë të mbuluara si kjo këtu me mbeturina janë bërë një pamje e zakonshme në shumë pjesë të qytetit të Shkupit. Në shumicën e lagjeve, kazanët e të mbushur dhe errat e rënda janë kthyer në përditshmëri për banorët. Banorët e Shkupit thonë se situata është bërë e padurueshme. Deponitë e vogla po krijohen pranë çdo ndërtese banimi, madje edhe në hapësirat e gjelbra. Problemi me mbeturinat në Shkup nuk është i ri. Përplasjet ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal tashmë rezultojnë me qytet më të ndotur dhe banor të irrituar. Këtë herë situata ka përfshirë edhe institucionet e drejtësisë. Prokuroria e Shkupit ka arrestuar drejtorin e ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup dhe udhëheqësin për menaxhimin e mbeturinave të dyshuar për rrezikim të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Sipas prokurorisë, dy të dyshuarit, duke mos mbikëqyrur plotësisht mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale, si dhe për shkak të menaxhimit jo të duhur të tyre, kanë mundësuar krijimin e deponive të vogla në sipërfaqet publike. Kjo sipas hetimeve ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në cilësinë e tokës, ajrit dhe ujit. Gjykata e Shkupit ju shqiptoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Dhe përderisa institucionet zhvillojnë hetimet për të vërtetuar përgjegjësit, rrugët e Shkupit vijojnë të mbeten të papastërta.